Në filmi shqiptar Yjetën e Veçgjata, tregohet historia një nëne si dhe bijve të saj të rima, që dhanë jetën për atë dhënë. Është ndër rastet e pakta në historinë e kinematografisë ku heroi i filmi i tij gjallë jepet me emrin e vërtet. Ishte ky një ndërim për nën Pashakun, e njohur në krahinën e vet si Pashaku Selman Orhanaj, e cila i dha vatanit 3 nga bijtë e saj. Rolin e nën Pashakus në filmin luajti me dashuri, forcë, vërtetësi e ndjenjë aktoreja jonë mirë njohur Tinka Kurti, artiste e popullit. Tinka s'kishte ndjerë asnjëherë vështirësi në realizimin e kësaj figure. A do të dalë të realizojë jo vetëm si një figurë artistike, por edhe konkretisht si nën Pashaku. Mendonte shpeshherë Tinka me ndjenjën e trazuar që krijon pesha e një përgjegjësie të tillë. Aq më tepër i shtoheshin shqetësimet kur mendonte se ishte vetëm 38 vjeçë dhe duhet të luante rolin e një plakë të moshuar, që ishte gjallë dhe që e njihnin të gjithë. Për këtë arsye Tinka jetoi gjatë me nën Pashakun, atje në shtëpinë e saj në fshatin e largët malor. Hante me të dhe ndiqte me vëmendje çdo veprim të saj. E shoqëronte në çdo hap të saj ku do të shkonte me këto që takohej. Brojtonte se si este, si fliste, si gëzohej e si hidhërohej. Dhe jo vetëm kaq, shumë net Tinka fjeti me të në një shtrat, u mbulua me të njëjtin një organ. Dëshironte që kësaj nëne heroike t'i merrte çdo gjë dhe t'i bënte të vete të gjitha tiparet fizike e shpirtërore. E vështronte në sy në mënyrë tepër të përshëndruar, për të hyrë sa më thellë e gjithë qënjën e saj, sepse syt janë dritare për në zemër. Dëshironte të mishërohej në të dhe njëkohësisht të hynte thellë në rolin që do të interpretonte në çdo mënyrë me çdo kusht, derisa ky rol ishte i mbushur në gjakun të frymën e saj. Tinka Kurti arriti kështu të krijonte një figurë artistike të shkallës së lartë, duke e kujtuar shpesh se tharmin artistik të kësaj figure e ndjente si një realitet të gjallë dhe konkret. Dhe ja, filmi Yjetën e Veçgjata jepet në televizion. Nën Pashakuja nuk ishte mundur nga mosha e thyrë të merrte pjesë në premierën e filmit në Tiranë. Prandaj, në shtëpinë e saj ishin mbledhur të gjithë. Djemt e mbetur, nuset e tyre, nipat e mbesat. Kishin ardhur edhe të tjerë miqë të afërm. Donin të shihnin filmin në prani të personazhit kryesor gjallë. Pak kush e ka këtë fat, nën Pashakuja rrinte e heshtër. Në mendje i kalonte gjithë ajo kohë zjarr, plot heroizma e dhimbje. Film në kokën e saj, film në ekranin e vogël. Gjashmëria po i krijonte një ndjenjë të çuditshme që as ajo vetë nuk dinte si ta shpjegonte. Ishte krejtësisht e turbulluar. Kujtonte dhimbje të mëdha kur i kishte përjetuar këtë ngjarje. I kujtohej se si në atë dhimbje kishte njohur edhe forcën e vet, atë forcë që qëndronte midis dashurisë dhe urrejtjes, dashurisë për njerëzit e saj dhe urrejtjes për armiq gjakatar. Të tjerët më shumë shikonin nën Pashakun se filmin. Çfarë mendon ajo vallë? Veshtrimin e kishte të mprejtë, zhbirues, hetues, kurse në fytyrën e saj plotrulla dohej një gjendje shpirtërore e trazuar. Her pas here e çonte nga pak gjuhën tek cipat e buzëve, dhe atëherë dukej më e vëmendshme. Kujtimet i vinin në mendje ashtu gjalla sa nuk ishte në gjendje të shlirohej prej tyre. Por jo të gjitha arrinte të sillte ndërmend. Atë çka nuk e kujtonte, e shihte në film. Magjia e artit të shprehur në këtë film po përjetohej prej saj me një ndjenjë të çuditshme që nuk mund të tregohet. Këtë magji ajo e ndjente më shumë se kushdo tjetër. Filmi mbaroi, të gjithë prisnin fjalën e saj. Ajo drejtoi pak trupin dhe me sy të njomur, me një zë të drieshëm por pak kumbues tha: "Tashti as vetë se di se cila është nën Pashakuja vërtet. Unë apo ajo?" Tinka Kurti kishte triumfuar plotësisht edhe në zemrën e mendjen e saj. Vetëm aktori që nuk di të gënjej, që thot të vërtetën e që mobilizohet tërësisht, që e kërkon artin e veten e tij dhe jo veten e tij në art, është i denjë për kuror. Në rolin e nën Pashakos, referenca, libri Mirënjohje Isa Alibali, botimi vitit 2002.